sot SPAKU e vetëmja opozit. Anduen, pse sulmon doktori pikrisht kaq shumë fort? Për momentin SPAKU ka zënë hapësirën e opozitës. Kjo është e vërtet, po. Fundit trajtojnë çështje që janë shumë komplekse, që lidhen me korrupsionin, me krimin organizuar, që ka bërë atë që s'ka qenë më përpara në historinë shqiptare, në këto 30 vjet, ku janë prekur njerëz të paprekshëm, duke filluar nga të gjithë detyrat administrative, deri tek oligarkët që janë lidhur me pushtetin. Dhe këtë e bëri SPAKU. Çfarë ka tjetër? Ka besimin e publikut, e ka shumë të lartë, ka të institucioneve. Kjo është edhe sipas sondazheve të fundit që e kanë nxjerrë SPAKU si një institucion të rëndësishëm. Po SPAKU nuk është opozit. Ka dhe mbështetjen e Ramës. Po pra. Po jo, deklarata e ka mbështetjen e Ramës, sepse Ramën e kemi parë të paqëndrueshëm. Po pra, e kemi parë të paqëndrueshëm. E kemi parë. Kur thot mos harrojmë që zoti Rama zhej edhe për kujtesë memoria peshkut kuq, më kujton ti, se opinionit publik, kur Erion Velia ju arrestua, zoti Rama tha që kërcënoi në një farë mënyre, spakistët, duke i thënë hajde një tani dhe më kërkoni mua telefonin. Dhe me thënë, kishte deklaratat të cilat të thëna nga një goja e kryeministrit bënin pak wow, sepse nuk priteshin që zoti Rama dikur mbështetës absolut i SPAKut, ta rinte deri aty sa të kërcënonte në mënyrë shumë verbale spakistët për të mos cënuar. Kemi votuar për një drejtësi evropiane, po pas mi kriju drejtësi ruse. Po jo që na prekin ne. Po, dhe akuzë drejt e rusë. Tani SPAKU nuk është opozit politike, dhe ne këtë duhet ta kuptojmë, dhe nuk duhet tjetë, do me thënë. Në asnjë mënyrë, sepse s'do ketë kuptim, roli i tij është shumë ligjor, shumë institucional, është ngritur aty për të vëmë përpara ose për të parandaluar dhe për të bërë atë që se kam bërë këtu në 30 vjet. Pse sulmon Berisha? Pse e sulmon? Pak dhe publikisht vetëm Berisha dhe më përpara zonë Meta e Berisha e sulmon sepse Berisha është një nga politikanët që nuk e ka munguar kurse informacioni. Mos harrojmë që SPAKU ka dy aleatë shumë të rëndësishëm, që janë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Unë e shoh që SPAKU, edhe pse janë të gjitha konditat që SPAKU të jetë nesër i sulmuar nga shumë, jo vetëm nga politika, po edhe nga shumë element të tjerë. Jam dakord, po sulmi ishte konkret. Flitet për dekonspirimin të operacionit antidrog. Kur thot Troplini, kur thot sot ne e dim gjërat se. Po sepse zoti Berisha ka informacionin. Ka të dhëna që doktori apo është deformim në emër të politikës? Si gazetare e prokurorisë, më takon ta them këtë gjë që në çështjen në fjalë që ti referohesh, në dosjen e fundit, operacionin e fundit Ura që bëri SPAKU, mos harrojmë që kemi njerëz të Berishës, kemi dhe njerëz të Ramës. Sigurisht që e bëjmë për një mbrojtje publike, sepse mbrojtja ligjore do të ndodhi aty brenda sallës gjyqit dhe do ta shohim pastaj. Nëse Altini do ta ketë vërtet merituar Troplinin mbrapa apo jo. Unë këtë sulmin e fundit doktorit dhe pas një luftë konkurrence që opozita ja mund si e ti. Një si e mendonte? Tek fuqizon shumë një organ, edhe duke e vënë në qendër të vëmendjes, që ka për qëllim akuzën, ngritjen e akuzës, ndjekjen penale dhe provimin në fund, me prova konkrete, reale, me një lishmëri logjike, jo me drejtësi ruse, që s'është as ruse, se drejtësia ruse ka ca teori shumë mira penale, por revanshiste do thosha, për treguar që duhet patjetër me dënu, kjo tregon që merr në dorë një lloj pushteti që bëhet paralelisht i barazblefshëm atë që është edhe opozita, sepse i heq opozitës kartën e korrupsionit, kartën e të gjitha atyre që janë dinamikat e ligjore e ligjit, dhe shndërrohesh ti në një institucion ku dikton rregullat e lojës, dikton politikën.